Fansat e Çağatay Uluçay bahuni fort. Në rrjetet sociale dhe portale turke po qarkullojnë thashë theme që askush nga ne nuk do të donte ti dëgjonte. Edhe pse ende nuk ka asgjë zyrtare, zërat për fundin e serialit Eshre Fryja janë bërë aq të fortë, sa që është e pamundur të injoruan. Çfarë po zihet konkretisht në Stamboll? Burimin ka pravaskena thosë se kupa është mbushur. Konflikti nuk është thjesht lodhje, përpari mur. Raportohet se Çağatay ka pasur përplasje të forta, sepse nuk pranon që Eshrefi nga një mbrojtës i lagjes të transformohet në një njeri që po eliminon kundërshtarët një nga një pa mëshirë. Thuhet se ai ka refuzuar të luajë skena të caktuara, tepër të ashpra, që janë planifikuar për episodet e ardhshme. Për paradoksi më i madh është ky. Ndërsa prapas skenat, thuhet se po zihen nga tensionet. Në ekran shohim një kimi të jashtëzakonshme, ndoshta më të mirën e sezonit. Fansat po çmenden pas skenave mes Eshrefit dhe Nisonit. Hashtagu i tyre është kudo, dhe komentet thonë se shkëndijat mes dy aktorëve janë arsyeja kryesore që po e mbajnë publikun bërthyer. Përflitet se produksioni duke parë që nuk e bin dot Çağatay për drejtimin e ri të serialit, po mendon opsionin më drastik. Mbylljen e krye serialit rreth episodit 30, sesa ta vazhdoj atë pa protagonistin. Nëse keni parë episodin 25, nxitimi për të mbyllur ngjarjet u ndje qartë. Eliminimi i kasapit ishte momenti që në sy të plot nga audienca vulosi këtë rrugë të errët. Tani dua mendimin tuaj të sinqert. A do ta ndiqnit Eshre Fryja nëse Eshrefi nuk është më pjesë e historisë? A ka kuptim seriali pa të? Follow Privé by Libertas Bahiu në të gjitha rrjetet sociale për më shumë lajme si ky.